Për afro 2 orë, Slađan Trajković u pyet në gjykimin ku akuzohet për krime lufte kundër popullsisë civile në komunën e Vushtrisë. Më 6 prill të vitit 1999, ditë kur sipas akt akuzës kishte marrë pjesë në vrasjen e 3 anëtarëve të familjes Ujkani, ish polici pretendon se nuk ishte në vendin e ngjarjes. Isha në shtëpi duke festuar ditëlindjen e djalit tim atë ditë. Për disa mund të mos jetë një ditë e madhe, por për mua dhe familjen time është, sepse djali im u shpëtua atë ditë. Trajković madje tha se në ditën kritike e as më herët nuk ishte qenë asnjëherë në atë fshat. Para lufte, po as gjatë lufte, këmba ime nuk ka shkelur në territorin e Reznikut. Për t'i vërtetuar deklaratat e tij, ky është i gatshëm edhe të sfidohet me një sistem që në Kosovë nuk aplikohet. Nuk e dija çfarë kishte ndodhur, nuk dëgjova nga askush se familjes Ujkani i kishte ndodhur diçka, nuk di asgjë për ato ngjarje. Jam gati të më testojnë me detektor gënjeshtre për çdo akuzë që keni ngritur kundër meje. Trajković thotë se me të afërmit e 3 viktimave për cilat akuzohet se i ka vrarë, ka pasur raporte normale pas përfundimit të luftës. Pas lufte kam qenë 3-4 herë tek familja Ujkani në Reznik. Disa prej tyre kam punuar tek unë me keramika. Ashtu si për të tjerat, ky ka arsyetim edhe për 22 majin 1999, kur akuzohet se mori pjesë në dëpimin e mira civilëve shqiptar. U afrova dhe e pyeta, çfarë po bën këtu Bajram? Dhe ajo përgjigj, duket sikur po marrin njerëz për t'i qelluar. E ftova të vinte. Në deklaratën që dha Bajrami, shoh se kam ndihmuar disa familje në Bellopoj. Prokuroria speciale përmes aktakuzës ngritur në vitin 2023, Trajkovićin e akuzon për pjesëmarrje në kryerjen e vrasjeve, bastisjeve, rrahjeve, keqtrajtimit, të gjitha këto në komunën e Vushtrisë, ku punonte si milic.